Sa i përket fjalës sunne, në dëgjim të parë, kur i dëgjojnë njerëzit, do me thonë në start, u shkon mendja të një vepër e mirë. Të ne përdoret sunet, do me thonë vepër e mirë. Nëse e bon, ke se vabë. Nëse se bon, s'është qash problemi madh. Kështu përdoret sunne. Mirë po në terminologjinë e sheriatit, fjala sunne ka do me thënje shumë më të madhe. Fjala sunne në terminologjinë e sheriatit ka do me thënje më të gjerë. Në të hyjnë të gjitha fjalët, veprat dhe pëlqimet e pejgamberit alayhis salam. Madje edhe disa prej gjendjeve të pejgamberit alayhis salam. Do me thonë në të hyjnë faktikisht e tërë jeta e pejgamberit alayhis salam, fjalën sunne. Dhe në të hyjnë faktikisht metodologjia e pejgamberit alayhis salam dhe hapat të cilët ai ka trasuar gjatë jetës së tij. Kjo është sunne në definicionin ashtu si duhet, definicionin e përgjithshëm. Andaj kur dietarët e ehlu sunetit flasin për rëndësinë e sunetit dhe flasin për respektin e sunetit, shumë prej njerëzve i keq kuptojnë. Mendojnë se këto janë të fol për gjëra ansore, më thonë i kanë të kufizuara disa gjëra caktume në kokën e tyre, disa veprime apo disa gjëra, qoftë namaz, qoftë jashtë namazit, edhe thonë këto janë të fol për këto punë. Tamam, këto janë pjesë e sunetit pejgamberit alayhis salam. Mirë po nuk është ajo që është për qëllim të dietarët e ehlu sunetit vetëm disa vepra të caktuara. Është për qëllim krejt metodologjia e pejgamberit alayhis salam, krejt jeta e pejgamberit alayhis salam, të gjitha veprat e pejgamberit alayhis salam. E vallai këtu hyn shumë gjëra. Andaj edhe dietarët e parë, dietarët e gjeneratave të para të selefit, kur kanë shkruar madje edhe për akide, për besim dhe për menhedж dhe për ehlu sunetin, i kanë quajtur librat e tyre e sunne, kitab e sunne. Në më thonë ka me 10 libra nga gjeneratat e parat muslimanve që quhen me emrin e sunne. A kanë folë aty vetëm për disa vepra të caktuara në namaz dhe jashti, apo vetëm për formën e veshjes? Jo, kanë folur për besimin, kanë folur për veçoritë e ehlu sunetit, kanë folur për çështje tjera. Do me thonë se e sunne, kur përmendet sunne, ka për qëllim një domethënie shumë të madhe dhe shumë të gjerë.